Rregullimi dhe kontrollimi i shitblerjes dhe i përdorimit të cigareve elektronike, veçmas nga të rinjt, nuk ka marrë trajtim që prej rreth një viti në mungesë të institucioneve funksionale. Që atëherë drafti me plotësim ndryshime në ligjin kundër duhanit e që i përfshin edhe cigaret elektronike ka mbetur në sirtar të Ministrisë së Shëndetësisë. Ekspertë e organizata të shëndetit kanë alarmuar në vazhdimsi se mungesa e rregullimit ligjor siguron qasje të lehtë në këto produkte, veçanërisht pranë shkollave dhe përmes reklamimit online. E për ta shmangur ekspozimin e fëmijëve ndaj tyre, Arben Lila, menaxher në organizatën Qendra për Avokim dhe Zhvillim, që ka marrë pjesë në hartimin e draftit të ligjit, kërkoi që finalizimi të bëhet me urgjencë. Fatkeqësisht shumë afër shkollave sot vaping shitet, shlirë, domethënë pa kurrë mbikëqyrje. Prindrit janë të alarmuar, kemi marrë shumë kërkesa për të pse shlirë shiten. Kjo është për shkak se ligji nuk i ndalon, po priten institucionet e reja të vazhdojnë që cigaret elektronike të shiten vetëm në dyqanet e specializuara. Pra të mos kenë qasje fëmijët, të kenë qasje të lehtë aty afër shkollës ta marrin dhe ta konsumojnë. Në ndryshimet e ligjit që daton nga 2014, Lila tha se është parapar të adresohet edhe reklamimi online i vejpëve. Reklamimi i cigareve elektronike, ato shiten kudo, reklamohen kudo nëpër mjete elektronike, sidomos në Instagram edhe me influencerë të ndryshëm. Kjo është ajo që neve na bën gozë më së shumti. Ne avokojmë dhe të mundohemi, përpiqemi që në draft ligjin, në ligjin e ri të ndalohen plotësisht reklamimi i cigareve elektronike. Në konferencën për kontrollin e duhanit që këtë javë u organizua nga OBSH-ja në Gjenevë, u dha alarmi për përdorimin në rritje të këtyre cigareve mes fëmijëve dhe për varësinë që ato e krijojnë te ata. E në Kosovë, pulmologu Skender Baca alarm dha për pasojat dhe dëmet që i shkakton konsumimi i këtyre produkteve. Shkaktojnë prodhimin e temperaturave të larta në bronke dhe ajo praktikisht i djeg qelizat epiteliale. Njëjë që si ndjell që digjen qelizat epiteliale të lkurës, edhe kemi skuqje edhe djegje. Një ekspozim i këtyre qelizave ndaj temperaturave të larta, që është element fizik i damtimit të bronkut, me kohë shkakton predispozita për krijimin e kancerit. Baca thot se rreziqet bëhen edhe më të mëdha kur konsumues janë fëmijët. Fëmiu duhet me u konsideru se 10 fish, 20 fish është më i predisponum që të dëmtohet. Një fëmijë 15 vjeçare është alergjike edhe e përdor vejpin. Ato raste janë 92% më të rrezikuara që të zhvillohet astma. Në Ministrinë në Detyrë të Shëndetësisë, që prej 2 ditësh nuk u janë përgjigjur pyetjeve se si synohet të bëhet rregullimi i përdorimit të cigareve elektronike nëpërmjet ndryshimeve në ligj.